me Sinan Bardhin, trajnerin e ekipit Pokjan Tërbuni. Profesor, jeni në prag të ndeshjes me Gramshin. Si duket situata në skuadër, kur vini pas një humbje që në fakt keni humbur me një skuadër që është pretendente për kategorinë e parë? Vim nga një humbje, po vim me një lojë mjaft të mirë, pavarësisht rezultatit isha i kënaq me lojën, kurse për ndeshjen e ardhshme që e kena me Gramshin, jena të mobilizuar që të marrim 3 pikë me një lojë të mirë dhe të rrjedhshme. Ne jena marrë objektive, do i bëjmë zmedin këtu 3 ndeshje, jena duke përgatitur dhe për play-offin. Profesor, vini pas një humbje ndaj Luzit, sa i ke ardhur dolen nga ajo ndeshje pasi në fakt ai takim ka qenë një nga më të mirët që Tërbuni ka zhvilluar këtë sezon. Ishte një nga lojrat më të mira që kemi zhvilluar këtë kampionat, pothuajse jena të konsoliduar dhe me skuadrën sepse ne gjatë gjithë vitin 3-4 lojtarët më kryesor na kanë munguar her pas here. Themi që jemi drejt një formacioni bazë që do përfaqësohemi edhe në play-off. Jo thatë vetë, profesor, mjaft mirë, në krahasim me fazën e parë ka një përmirësim të dukshëm skuadra. Është një garanci kjo për fazën e play-off sepse vendi i parë dhe i dytë është i vështirë të kapet. Besoj që ne kena punuar edhe 3 javë që kena lënë mbrapa, kena punuar vetëm për play-offin. Tash jena drejt konsolidimit dhe këto 3 javë do na shërbejnë për konsolidimin e skuadrës midis reparteve dhe lojtarëve, sepse unë thash, pothuajse lojtarët kryesorë kanë munguar nga ndeshje në ndeshje, kështu që themi që ne objektivin do realizojmë. Profesor, me plotësimin e formacionit, me plotësimin e organikës që ju thoni, do të arrijë Tërbuni gjitjet një kategori më lart apo mbetet e vështirë nëpër vit? Unë kam besim ke skuadra, play-offi është play-off, një ndeshje, kështu që edhe ekipi kundërshtar ne i njohim edhe Luzin, ndajë dhe Librazhdin. Them me mundësitë dhe skuadra që po paraqitet nga ndeshja në ndeshje tash, them që ne do e kalojmë me sukses. Pastaj finale do t'i kalojmë këto, pastaj finale nuk e dihet. Ne jena marrë objektivet për objektivin që kemi në pas. Tash duke ecur dhe duke mbarimi i kampionatit do shikohet a jena në objektiv apo s'jena në objektiv. Edhe 4 javë nga fundi i kampionatit, do ta mbajë Tërbuni këtë pozicion apo mund të shkojmë edhe më lart? Është vështirë që të shkojmë, por ne vend e 4 pothuajse e kena të siguruar, kështu që ne ndeshjet i kena pothuajse me fundin e tabelës, vendi 4 nuk na rreshket. Duke parë pastaj sipas renditjes ndeshjeve mund të bëjmë dhe llogari aty ku na intereson ne. Profen, janar keni pasur disa afrime, si duket cilësia e tyre, jeni i kënaqur me ta, kanë arritur të përshtaten me ekipin? Deri diku jemi të kënaqur, po ka shumë maksina, ekipi nuk mund të iqem 7-8 lojtarë, të vinë tjerë, kështu që edhe skuadra ndoshta kena gabuar edhe që në fillim të sezonit, do kohën e vet të konsolidohet. Megjithatë, unë thash, kam thënë gjithmonë, ne jena marrë objektive. Në fund fare do shikojmë se ku do arrihet. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.